Ka për plastik. Banorët që u prishën shtëpit tek stacioni i trenit kanë protestuar ditën e sotme duke hequr rrethimin që ishte vendosur nga firmat që po kryen punimet për bulevardin e ri të Tiranës. Ata kanë ndërhyrë në mënyrë të menjëhershme duke përfituar edhe nga mosprania e efektivëve të policisë. Banorët thonë se protesta e tyre kërkon vetëm ndryshimin e çmimit të kompensimit prej 36.000 lekë për metër katror që ka përcaktuar ish qeveria Berisha në vitin 2013. Qëllimi jonë është për pronat, e para çmimi, e dyta na japi shtëpi. Qofse nuk ka zgjedhje, s'ka për pas në zgjedhje. Kësaj protesti është bashkuar edhe Partia Demokratike, ku ishte i pranishëm deputeti Gerti Bogdani, si dhe disa anëtar të Këshillit Bashkiak. E pavarësisht se çmimi i kompensimit që protestojnë banorët është ai që ka miratuar ish qeveria Berisha, këshilltari i djathtë në bashki Leonard Olli, i pyetur nga Report TV, nuk ka komentuar këtë çështje. Unë po ju bëj me dije dhe ju mund ta konsultoni këtë dhe me vetë banorët, që për te çmimit që është përcaktuar në vendimin e Këshillit Ministrave, administrata Basha është mbledhur dhe ka diskutuar gjërësisht me banorët dhe ka ofruar 4 zgjidhje ndaj tyre. Protestuesit kanë tentuar që të ngrejnë çadra në vendin ku janë prishur shtëpit, por nuk janë lejuar nga policia. Më pas, banorët kanë zgjedhur të largohen duke thënë se do tentojnë të ngrejnë përsëri çadra në mënyrë që bashkia dhe qeveria të miratojnë një tjetër çmim për t'i kompensuar. Deri tani janë prishur rreth 10 shtëpi pranë stacionit të trenit.